Komentimi i përsosur i Kuranit, Gjuzi i 28. Sure El Mujadele, zbritur në Medine, ajete 22. Përmbajtja e surës. Surja El Mujadele ka zbritur në Medine dhe në përputhje me temat që trajtojnë suret e zbritura në Medine, edhe në pjesën më të madhe të saj flitet rreth dispozitave të ligjit të fesë, jetës shoqërore, marrëdhënieve mes myslimanëve, si dhe për çështje të tjera. Ne kemi mundësi që studimet më të rëndësishme të kësaj sureje t'i grupojmë në 3 pjesë. Pjesa e parë flet për dispozitën e dhiharit, që konsiderohet një lloj ndarje e përhershme. Islami, edhe këtë çështje, me dispozitën e tij e vuri në rrugë të drejtë. Pjesa e dytë flet për një grup mësimesh të veçanta, që kanë të bëjnë me edukatën e pjesëmarrjes në kuvend, si hapja e vendit për tjetrin, që vjen edhe ndalimi i bisedave sekrete me atë që ke pranë. Pjesa e tretë shpalos një bisedë të gjerë e detajuar rreth hipokritëve, munafikëve, të asaj shtresi që hiqen se janë mysliman, por që në të vërtet bashkëpunojnë me armiqtë e Islamit. Prandaj besimtarët paralajmërohen që të bëjnë kujdes e të mos hynë në partinë e djallit e të hipokrizisë. Në ajetet e kësaj sureje, atyre u bëhet thirrje të kenë dashuri për hir të Allahut, të urrejnë për hir të Allahut dhe të bashkohen me partinë e Allahut. Kjo sure është emërtuar El Mujadele, nga që kjo fjalë gjendet në ajetin e parë të kësaj sureje. Mirësia e leximit të surës El Mujadele. Për mirësinë e leximit të surës El Mujadele janë cituar 2 transmetime. Njëri i ardhur prej dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe tjetri prej Imam Sadikut, paqja e qoftë mbi të. Në transmetimin e parë lexojmë: ai që lexon surën El Mujadele, ditën e Kiametit do të shkruhet prej partisë së Allahut. Në transmetimin e dytë lexojmë: kush lexon vazhdimisht surën El Hadid dhe surën El Mujadele në një namaz farz, atë nuk e ndëshkon Allahu derisa të vdes. Në familjen e tij dhe në përgjithësi në trupin e tij kurrë nuk sheh të keqe. Meqense temat që trajtohen në këtë sure kanë lidhje me shpërblimin e pritshëm prej Allahut të lartësuar, transmetimet e mësipërme shpjegojnë se këto sure jo vetëm që duhen të lexohen me kujdes, duke medituar dhe duke menduar rreth asaj që lexohet, por duhet të punohet sipas përmbajtjes së këtyre sureve.